shumë shkoqur. Gjithçka funksionon me kontaktin personal me Edi Ramën. Në këtë vend nuk ka rregullore, nuk ka pengesa, edhe kur ka pengesa janë shkalon Rama, boll që t'i pëlqej projekti. Të marrëdhënien me Ramën e kanë pasur personale. Me një mesazh në celular, a je i gatshëm të flasësh me kryeministrin në telefon, telefonat direkte nga Rama, vizitë në Shqipëri, më bëj një projekt. Unë nuk e di se si mund të rri spak duar lidhur pas një prove të tillë ulëritse, një dokumentar 2 orë me intervista të njerëzve që kanë bërë pazare me miliona euro me Ramën, duke anashkaluar çdo institucion ligjor të këtij vendi. Zoti Çipi, a ka një dorë të fuqishme apo një grup caktuar të fuqishëm që i thotë Edi Ramës qëndro, mos u largo, mos jep dorëheqjen? Pra, a ka një farë mbështetje Edi Rama apo është duke u braktisur? Unë besoj se Rama është fuqimisht i mbrojtur nga Izraeli dhe Izraeli do të jetë streha e fundit e Edi Ramës, kur gjithçka të shkojë për drejt, dhe Edi Rama të kuptojë që nuk ka më asnjë shans në Shqipëri, me kam thënë edhe më herët këtë, Edi Rama do të shkojë në Izrael, do të marrë azilin dhe ndoshta edhe pasaportën izraelite. Në kushtet kur Izraeli është gjithmonë më i braktisur në arenën ndërkombëtare, gjithmonë më i kërcënuar me mandata arreste, me shpallje persona shkyç non grata në vende përkatëse europiane, Rama është ai që shkon dhe ban fjalime në Kneset, që mirëpret presidentin e Izraelit, që zgjeron marrëveshjet ekonomike, tregtare dhe ushtarake dhe në fushën e sigurisë. Izraelitët nuk janë vetëm në projekte turistike, po janë tashmë në projekte të zhvillimit bujqësor, të mbrojtjes së dhënave në Shqipëri, marrëveshje ushtarake, është e gjithanshme ndërhyrja e Izraelit në Shqipëri. Dhe pikërisht kur ky shtet është shpallur shtet genocidal nga gjykata, nga opinioni ndërkombëtar, nga shumë qeveri europiane, Rama është mbrojtësi i tyre më i madh. Po çfarë interesi ka Edi Rama në këtë rast? Edi Rama është tregtar flamujsh. Edi Rama do të bëhej me këtë do, edhe me djallin për të mbajtur pushtetin. Edi Rama nuk ka kur farë dhimbësurie për këtë vend, kur farë dhimbësurie dhe empatie për shqiptarët. Nëse do ta kishte në dorë, Edi Rama do ta kishte zbrazur këtë vend 100% nga shqiptarët, do ta kishte ndarë në parcela dhe do t'ua kishte dhënë të huajve në shkëmbim të marrëveshjes që ai të mbetej një lloj guvernatori, një lloj i deleguari me pushtet në Shqipëri. Madje njëri nga arkitektët ironizonte ose bënte sarkazm apo e kishte seriozisht kjo, nuk dihet tashmë, ku i kërkonte që ai të bëjë mbret në mënyrë që arkitektët të vjonin, të shpalosnin projektet e tyre. Po është e vërtetë dhe ka sens. Sepse në këtë dokumentarin që unë citova, Albanian Calls, ata tregojnë se si është bërë e vështirë për ta thonë madje gati edhe e pamundur të ndërtosh në Bashkimin Evropian, për shkak se ka shumë rregullore, shumë kushte. Duke filluar me kushtet financiare, me impaktin mjedisor, me respektimin e kontekstit urban. Në Europë ti nuk mund të ndërtosh ç'të duash, ku të duash. Do të ndërtosh duke respektuar mjedisin përreth, pra kontekstin urban, ndërtimet që janë aty, do respektosh historinë. Shkoni Bjarke Ingels, merrni Bjarke Ingelsin për shembull, personin që i shërbeu Edi Ramës si mburoj në rastin e narrativës rreme për shembjen e teatrit kombëtar. Bjarke Ingels praktikisht i ka dhënë fytyrën e vet me qira Edi Ramës. Projekti që ushqit si i Bjarke Ingelsit nuk është i Bjarke Ingelsit, është një projekt i vjedhur nga një konkurs për operën e Busanit në Korenë e Jugut. Në atë konkurs, ky projekt i një studioje e Ukrainës e të quajtur Forma ka fituar vendin e tretë, pra nuk është zbatuar ky projekt. E kanë vjedhur, e kanë modifikuar, e kanë ngjeshur, sepse do duhet ishte shumë më i vogël teatri shqiptar se sa ishte projekti për operën e Busanit. Dhe sot, nëse hapen letrat për ata që kanë dorëzuar projektin e ndërtimit tek firma e ndërtimit, arkitekt na rezulton që të jetë Paqësor Kajmaku, jo Bjarke Ingels.
Ama Bjarke Ingres nuk është përgjigjur kur kërkesave të mediave dhe tonave si Aleancë për Teatrin për të dhënë sqarime për këtë projekt. Pse e ka bërë këtë gjë? E ka bërë në këmbim të mbështetjes së Ramës për të ndërtuar prapa Teatrit Kombëtar, ato kullat që po ndërtohen. Bjarke Ingres e thot cop që në Danimark, në një nga dalet e vetës, se ka ardhur 3-4 herë në Shqipëri, thot në Danimark nuk mund të ndërtosh askund më shumë se 10 kate. Në asnjë skaj të Kopenhagenit apo të gjithë Danimarkës nuk lejohet ndërtimi mbi 10 kate. Këtu në Shqipëri mund ta bësh. Takon me Ramën, pi kafe apo pi whisky, apo verë 32.000 euro, dhe bën ç'të duash. Në këtë sens, arkitektët janë të dëshiruar për diktator, për autokrat, sepse me ta zgjidhet lehtë puna. Albert Speer, arkitekti i Hitlerit, sigurisht ishte i kënaqur me sistemin. Ai duhet të binte vetëm Hitlerin, që projektet e tij ishin interesante. Nuk kishte nevojë të binte njëri tjetër. Nuk kishte nevojë të merrte në konsiderat kontekstin urban, historinë e një qyteti apo të një lagje të caktuar. Më pëlqen të bëj këtë bulevard, do ta bëj. Më pëlqen të bëj këtë sallë kongresesh, do ta bëj. Bolti pëlqej Adolfit. Adolfit i pëlqente, fillonte puna. Në këtë kuptim, më lejoni mungesën e modestisë, kam pasur të drejtë në 2018, kur në një artikull e kam quajtur Bjarke Ingresin vrasës me pagesë të Edi Ramës. Zoti Çipi, si e komentoni deklaratën e kryeministit Edi Rama, i cili u distancua në një farë mënyrë nga libri Albanian Files, duke thënë që nuk ishte ai autori, ndërkohë që po të shikojmë në libër Edi Rama përfshihet pothuajse drejt për drejt, duke qenë se dhe një arkitekt nga Kili ishte komunikuar direkt përmes telefonit nga ana e Edi Ramës për të vizituar Shqipërinë në mënyrë që të shpaloste projektin e tij mbi ndërtimin e një kulle. Shikoj, Edi Rama nuk është autori, Edi Rama është shkaku për cilin është shkruar ai libër dhe për cilin është bërë të dokumentari. Sigurisht nuk e ka shkruar Rama, po ç'do të thotë kjo? Ata njerëz dëshmojnë marrëdhënien e tyre personale me Ramën. Dhe fakti që ata flasin kaq hapur, asnjëri prej tyre nuk i fsheh komunikimet private, nuk i fsheh kërkesat specifike që i ka bërë Rama, tregon që ata e kanë perceptuar Shqipërinë kështu, si një diktaturë ku diktatori mund të bëjë ç'të dojë dhe nuk ti s'ke nevojë të vruesh, sepse ti ke me vete diktatorin. Kur ke me vete diktatorin, ti je i paprekur. Bjarke Ingels, për aferën e tij me fusha SHPK dhe Edi Ramën, do duhet ishte thirrur me kohë nga prokuroria shqiptare për të dhënë sqarime. Nuk është thirrur dhe me ç'diu nuk është në listën e personave që mund të pyeten. Afera e Teatrit Kombëtar u mbyll, Teatri Kombëtar po ndërtohet, ai i riu ukraino-koreani. Kështu që libri është dëshmi, unë thash nuk ka nevojë më për hetim. S'pak, se provat i ka. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për thashethene, nuk bëhet fjalë vetëm për muhabete hipotetike të një individi me një tjetër, bëhet fjalë për projekte që janë realizuar. Bëhet fjalë për projekte që janë në zbatime sipër dhe projekte për të cilat, për t'i çuar drejt zbatimit, janë ndryshuar ligjet e këtij vendi. Shikoj, argumenti më i thjeshtë është ky. Nëse unë them që takova Edi Ramën dhe më tha bëj një ndërtim në formë sfere, dhe unë bora hartën e Shqipërisë dhe thash po e bëj në zonën e mbrojtur të lagunës së Karavastas. Ja tregova Edit i pëlqeu, është zonë e mbrojtur, tha po mund ta zgjidhin. Dhe pastaj ndryshohet ligji dhe lejohet ndërtimi në atë zonë. Ky është definicioni i klientelizmit. Nuk ka nevojë të hetosh më gjatë. Kjo është oligarkia, kur ligjet ndryshohen dhe qepen sipas interesave të individëve, të një grupi të vogël individësh. Dhe në mos harro detajin tjetër që në libër dhe në dokumentar këta njerëz tregojnë që është Edi Rama që i gjen klientët. Pra, nuk është se ka një zhvillim ekonomik Shqipëria, ka njerëz me interes për të ndërtuar dhe këta kërkojnë
arkitekt, kërkojnë ide, basi i kanë bler trojet. Jo. Është Rama që u thot, më bëni një projekt interesant. Pasi e bën atë projektin interesant, i thot, okay, do ta ndryshojmë ligjin, që ta bëjmë të mundur realizimin e projektit atje ku do ti, atje ku dua unë. Madje Rama të gjen edhe ndërtuesin. E thonë arkitektit këtë gjë. Ti mendon se fusha SHPK kishte lidhje direkte me Bjarke Ingels? Po jo, fare. Është Rama që i ka mbledhëruar, i ka martuar të dy. Dhe kjo marrëdhënie shpërfaqet në çdo rast, në çdo projekt, me çdo studio arkitekture.